për transportin publik qytetas. Cili është plani? Se ju gjuaj që folët për këtë, po cili është plani konkret? Tjetër, për transportin publik thatë të fëmijëve edhe të mësuesve. Cili është plani? Dhe kostot e se cilit shërbim, në qoftë se ju do ndërhyni. Ndërkohë, po vite Tirana, është bërë një punë kolosale me unazën e madhe të Tiranës, në kështu me radhë. Po nuk e di, e keni vënë në re që në orare piku, 7, 8:30, 9, dhe pastaj 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30. Hyrja dhe dalja nga Tirana është e pamundur. Veçanërisht në nyje që kanë rreth rrotullime. Është e pamundur. Në unaz, nga do të duash, domethënë as hyet, as dilet dot. Keni ndonjë plan për ta zgjidhur këtë? Domethënë, ty ish në Tiranë nga unaza e madhe dhe të dalësh nga Tirana përmes unazës madhe është e pamundur. Janë minuta të tëra për mos thënë orë për të aksesuar. Keni ndonjë plan për ta zgjidhur këtë problematikë apo jo? Ju dëgjova që folët për konektivitetin e gjelbër. Çfarë nën kuptoni me këtë? Dhe cila pjesë e transportit që kemi sot dhe do të kemi vitin e ardhshëm është e gjelbër? Cila? Sa para janë? Cilat janë projektet dhe sa para janë për ta financuar pikërisht këtë gjë? Dhe fundit që kam, ja bëra pyetje dje ministrit të financave, mora një përgjigje, por me që ju jeni të fushës, dua një përgjigje edhe më precize nga ju. Ne kemi 2 rrugë me kontrata partneriteti publik-privat, ku ne garantojmë, i marrim përsipër riskun e trafikut, që është Durrës, Kukës, Morin e tjerë, dhe Thuman Kashar. Pyetja që kam unë është, ka patur nevojë në harkun e këtyre viteve nga nënshkrimi i kontratave që ne të mbulojmë me para kosto të këtij trafiku të munguar në rast se ka qenë i munguar? Dhe ajo që më intereson më shumë është si monitorohet nga ana juaj kjo gjë. Është thjesht vetëm vullnet, deklarim i kompanive nën kontrat, apo ushtroni dhe ju kontroll pikërisht për këto flukse të trafikut? Dhe në vijim të kësaj, kam një shqetësim që vjeni përsëritur për pagesën në rrugën Rrëshen Kalimash, Kukës, Morin e tjerë. Kur hyn nga Kosova, pagesa është fiks 5 euro. Kur del nga Shqipëria për në Kosovë, pagesa është 640 lek. 640 lek nuk bëjnë 5 euro më. Bëjnë 6,4 euro me kursin e monedhës. Ndërkohë që ndodhe edhe një çudi shumë e madhe, që po të duash të paguash në euro, se praktikisht i bie më lirë, të kthejnë kusur në lek. Dhe llogarinë ta bëjnë po prapë në lek. Ndërkohë që në atë pikën e kontrollit ku bëhet pagesa, nuk ka asnjë kurs monedhe të shpallur, që praktikisht duhet ishte kursi zyrtar i ditës. Po nuk ka as kurs monedhe. Tani këto 1,5, 1,4 euro, po t'i sillesh në vëmendje të atij fluksit të verës, bëjnë shumë para. Prandaj ju pyeta pak më herët, është thjesht çështje deklarimi kompanie në këtë rast, trafiku, fluksi të ardhurat, apo ushtroni dhe ju kontroll për këtë gjë? Se praktikisht i bie tjetë e pandershme kjo gjë.
nga ana e operatorit që operon rrugën. Shikoj institucione që vazhdojnë të blejnë makina me dizel e kështu me radhë. Po të shikojmë qeverinë, nuk ka një ministër, përfshi kryeministrit që të lëvizë me një makinë elektrike. Tani këto janë ca shembuj që fillojnë bëjnë mirë në shoqëri. E kupton? Tani të paktën sektori publik mund të kalonte i gjithi elektrik. Po kjo duhet të jeni politikë e shkruar. Dhe po e filloi sektori publik, vazhdoi me sektorët e tjera me radhë, shkon edhe deri tek privati kjo gjë. Jo vetëm që kushtojnë më lirë, i kushtojnë shtetit më lirë. Gjithë sektorit publik i kushton më lirë një makinë elektrike. I kushton më lirë. Edhe mbajtja, edhe operimi i saj, edhe blerja e saj, i kushton më lirë. Shumë faleminderit. I nderuar, dhe në fakt këto shënime do të përcillen në mënyrë që diskutohet në mënyrë më të gjerë, edhe në kuptimin e politikave që do ndjeken nga Ministria e Financave, në mënyrë që të ketë një promovim, por edhe në mbështetje për sa i përket edhe orientim shumë të qartë, por tash në kuptimin politik, qoftë Ministria e Mjedisit, në kuptimin e të gjithë garancimit të emetimeve të dioksidit të karbonit, por sidomos reduktimit të karburanteve fosile në transport, janë pjesë e një politike shumë të qartë e normuar dhe parashikuar me afate, të cilën madje do të duam ta ndaj me juve në mënyrë që të kemi një qartësi për sa i përket planit që Shqipëria do të ketë për të reduktuar emetimin nga të themi nga këto karburante, por edhe në mbështetje të asaj që po bëjmë tashmë për rekurutën dhe promovimin e kësaj mënyre transportit që është absolutisht në mbështetje të mjedisit dhe përpjekjeve tjera që po bën edhe Ministria e Mjedisit në këtë qëllim. Po do të duam t'i ndajmë në fakt në vijim për këtë qëllim. Për sa i përket projekteve të partneritetit publik-privat që ju përmendet për dy seksionet, Thuman Kashar dhe Milot dhe Kukës, Milot Mëri. Të nderuar, kontratat e koncesionit deri më tani nuk kanë kushtuar të dyja, po sidomos ajo Milot Mërin për shtetin shqiptar asnjë kosto. Pra shteti shqiptar nuk ka paguar. Pra risku nuk është asnjë. Sa po e thash, o nderuar, po unë sa po fola deputet. Po sa po e thash? Po vazhdoj deputeti, zoti Cara. Më falni. Po sqaroni atë. Faleminderit. Kemi paguar gjë apo s'kemi paguar? Nuk kemi paguar gjë. Faleminderit shumë për këtë pikë dhe për sa i përket çështjes së monitorimit, kontratat patjetër që janë monitorim të dyja. Për sa i përket çështjes së trafikut, pra, kontratat janë në monitorim. Patjetër. Ka një mekanizëm të kontrollit të kontratave koncesionare të nderuar. Domethënë e cila ndërkohë kontrollon gjithë performancën e kontratës në kuptimin e gjithë parametrave dhe modelit financiar të secilit prej tyre deri më tani dhe sidomos në lidhje me çështjen e tarifave që ju përmendët, ne mendojmë se duhet ta marrim këtë si një detyrë për ta kuptuar gjendjen aktuale që ju raportoni, në mënyrë që të kemi mundësi të kuptojmë kush e pra cili është ai parametër i pandershmërisë, se ju përmendët një fjalë shumë të rëndësishme, pa pagesa. Po. Sepse thashtë e risku, deri më tani me koncesionarin, buxheti i shtetit nuk ka paguar asnjë parashtesë për secilën prej tyre, ndërkohë ne po flasim për Po. Mjafton kursi i euros. Pikërisht. Që ata të jenë lumtur. Mjafton kursi i euros, që ata të jenë lumtur. E kupton? Okej, kalojmë tek pyetjet e zotit Cara. Faleminderit zotëre. Zonja zëvendësministre, do të